Pas suksesit dhe besimit të ndërtuar ndër vite në Tetov, kompania Zgjimi Kompani, e njohur për cilësinë dhe profesionalizmin në fushën e kontrollit teknik dhe regjistrimit të automjeteve motorike, ka hapur zyrtarisht pikën e saj më të re në qytetin e Gostivarit, duke ofruar shërbime të shpejta, të sigurta dhe të përpikta në përputhje me standardet më të larta të sigurisë dhe efikasitetit. Stafi i pikës së re përbën nga një ekip i ri, energjik dhe profesional, i trajnuar për t'ju përgjigjur çdo kërkesë të klientëve, me koreksi dhe përkushtim maksimal, tha Refik Sejrani, menaxher i shërbimit teknik. Si kompani funksionojmë edhe në Tetov, domethënë gati 18 vite përvojë, edhe me këtë përvojë e morëm guximin që të vim edhe në Gostivar, të ofrojmë shërbime, të ofrojmë cilësi, të ofrojmë kualitet, që në nënkupton si kompani jemi të përgatitur, domethënë në maksimum, edhe jeni të mirëseardhur të gjithë qytetarët e Gostivarit të vërtetoheni me përvojën dhe cilësinë të cilët do ua ofrojmë. Pajisjet janë një nga pajisjet më të sofistikume, domethënë janë pajisjet më të reja të cilat i ka tregu botror, edhe po ato pajisje domethënë i kemi edhe ne, që nënkupton plotësojmë edhe standarde të gjitha niveleve, domethënë teknike ose për shërbime teknike. Por kryetarin e komunës së Gostivarit, Valmon Limani, hapja e këtij biznesi në Gostivar është i mirëseardhur, pasi nënkupton vende të reja pune për qytetarët. Një kontroll i ri teknik, i cili sipas fjalëve të pronarëve do të punsojë mbi 10 punëtorë. Është investimi mirëseardhur, çdo investim i cili bëhet në qytetin tonë, në komunën tonë, besoj që i jep një shtytje ekonomisë lokale dhe hap vende të reja të punës. Ju uroj sukses dhe mbarësi në punë. Me pajisje moderne dhe ambient bashkohor, pika e re kontrollit teknik Zgjimi synon të ofrojë një përvojë të thjeshtë, të qartë dhe të besueshme për çdo qytetar. Zgjimi nuk është vetëm një stacion kontrolli teknik, por një partner i sigurt që kujdeset për sigurinë dhe qetësinë e pjesëmarrësve në komunikacion.